më tash në fillim s'kem çam shefim edhe çka më të rumi është ne jemi kundra asaj pse platforma Liria Kamen bën thirrje publike liderët e televizionit zëdën ndosë Albin Kurti që vjen në marsh me mor pjesë arsye shumë e thjeshtë dhe dihet publikisht ju e dini fort mirë ku para disa vite zoti Albin Kurti në parlamentin e Kosovës sot në foltore ku thot ai që serbët sot kanë bërë krime. Po krimet më monstruoze, më makabër do t'i kanë bërë ta mbrapa meje që jo thot pikërisht për pjesëtarët e ushtrisë të Kosovës për krerat e çukës që të sot janë propaganda në Hag. Dhe kjo është arsyeja që ne nuk mujmë me një njeri i cili nuk kërkon folje publike. Sot asoj ditë s'ka kërku folje publike për fjallorin e tina që ka pasur në parlament Kosovës ju ka thonë kriminal presidentit edhe të tjerëve, ne nuk mund të marrim pjesë në këshillin organizativ të protestës. Ne do të marrim pjesë në protestë, ato ku është Albin Kurti, nuk do të jemi ne, unë do të jem dikon Kamesi apo dikon ato po mbrana protestë do të jem, po jo në rreshat e parë, ne thosh Albin Kurti nuk do në rreshat e parë, as unë as krysia e veteranëve nuk dalum për arsye se ne me Albin Kurti nuk mund të rreshtohemi krah për krah me to me një njeri i cili na ka qujt kriminal dhe i cili thotë që ne kemi bërë masakrën makabra thotë kundër popullatës sërbe që është e vërtetë kjo. Dhe e dyta që Albin Kurti bashkëpunim me Isën Srpska na ka largu nga paga minimale neve si veteranë të ushtrisë së Kosovës, na ka largu nga paga minimale dhe sot jemi mbet me 204 euro që është turpi më i madh i qeverisë në detyrë apo tash që na kalon me 204 euro duke ditur se ne jemi në një gjendje të keqe kur thëm veteranët në një gjendje të keqe, shumë të keqe, nuk kemi arsye që të shtojmë diçka për të ngjitur në alarm për shkak se dihet publikisht ne kemi 67 veteranë me kancer. 28 pi tyre apo 27 janë jashtë vendi duke shëruar duke trajtim mjekësor, ku tjetë që këtu në Kosovë dhe asnjë njeriu deri me sot Albin Kurti dhe qeveria nuk i kanë ndihmuar as me lek për mi qitja vendi me shëru, që ka me ligj, është mirë obligative. Ministria Shëndetësisë ka obligative me ligj me ndihmuar veteranit, invalidët dhe fëmijët dëshmorë me qitja vendi me shëru.